Besimtarët Bektashin kanë festuar sot festën e Sultan Novruzit. Kjo ditë përkon me ditëlindjen e Imam Aliut, një prej shenjtorëve më të mëdhenj të këtij besimi, dhe konsiderohet edhe si dita e shpresës dhe ringjalljes. Në këto ditë shenjta ka lindur ky burr, që ka lindur në Qabe, në një vend të shenjtë që s'ka lindur njeri, i tregoi botës se edhe njerëzimit që njeriu është qenie më e përkryer kësaj bote dhe do ta respektojmë atë. Arsye e parë është se vetë Zoti thotë në Kur'an e bëra njeriu me shëmbëltyrën time. Pra ne jemi Zotin top, ne ka dhënë gjitha mendjen, syt, çdo gjë që i duhet një njeriu për të përballuar vështirësitë e kësaj bote provizore. Unë me këtë rast uroj gjithë besimtarëve paqe, dashuri, paqe, mirësi në familje dhe kudo. Besimtarët janë drejtuar te qesë së Turanit për të ndjekur ritet, si dhe për të uruar njëri tjetrin për harmoni e begati në familjet e tyre. Dita e Sultan Nevruzit, mbarësi për të gjithë. Ne festojmë kur do e Sultan Nevruzin, jemi Bektashin, kam ardhur me mamin këtu të urojmë festën. Ndërkohë sillni dhe verorët? Po. Çfarë është kjo shenjë? Ku i vendosni? Si ndiqet? Në pemë i vendosin për shëndet. Festimet vijojnë më pas në familje, ku pjesë e drekës është një byrek i cili përgatitet me 12 lloje barishtesh që përfaqësojnë jetën e re dhe begatinë e pranverës. Në të vendoset dhe një lek dhe ati që i qëllon konsiderohet me fat.